Domethënë një doktoresh ka pasur, një dentist. A shef një dentiste e ka pasur përpara. Një dentiste ka pasur. Që ta dini, pronari thotë ka pas një dentiste. Çka kemi sot për shitje? Kemi një Audi A4 të bardhë si bora, të bardhë si kristali. Është 2015-ës, 2 mish nafte, e ardhur nga Italia. Është S-line brenda dhe jashtë, me super gjendje. Është mjet Italie pa hile. Është me fener inteligjent, është me Distronic, këtë maskarinën e bukur sportive, me sensor para dhe mbrapa. Tisetika sportive, TRS-s, 18-që, Diamond Cut. S-line gjithandej, shohim pak brenda. S-line brenda dhe jashtë. Sedilet i ka me fyrirje, me komandat këtu. Makina disponon 182.000 km origjinale të vetët, me garanci. Ka këto komandat, navigatori e gjitha, informacionet e makinës. Kambi automat me 7 marshe, sport normal. Është me start stop, është me cruise control, ka radarat përpara. Timoni multifunzionale. La navigazione non è attiva. Qa ke, na fal. Ka këtë leg extension para. Shojmë i cik timonin. Timonin. Motorin mër. Qa timonin mër. Tu brenda fshien 150 kW fuqi. Shumë e pastër, shumë e mbajtur. Është me diferencial para. Nuk është 4x4. Fenerët inteligjent, shumë të bukur, shumë pastër. Ja dhe jemi. Nga që është S-line, brapa vjen më sportive, 2 marmita. Hapim që këtë bagazhin. Ka një 490 litra bagazh. Ka dhe 4 goma tjera dimrore rezervë. Është 2015 e dalë qarkullim 2017. Çmimin e ka, nuk e dim akoma sa e ka. Do mendohet pronari se i ka shku 20 milion lekë kjo makinë kur e ka marrë. Do mendojmë për çmimin dhe do a themi. Për ne duhet makina ekonomike që ndërkohë që mbledh manafera këtu për të hongër. Makina e lendez atje, se nuk harxhon hiç. Edhe rifreskët. Vazhdojmë punën. Pas konsultimit me pronarin, një shketi ka fut 2.000 euro shërbimet dhe një ka bo makinën aku. 12 milion lekë ka çmimin kjo makinë. Është magje di që do thoni shumë i çik, po ka që ka çmimin. Nëse ju pëlqen, do vlen numrin poshtë, flisni me të. Respekt e gjithë mirat.